Jurgen Uldedaj, kampion I botës në IBO për peshën e rëndë. Një kampion botëror shqiptar I jep sot Shqipërisë këtë flamur. Pra, rinia dhe vullneti dhe këmbgulja e Jurgen Uldedaj, masi u bë kampion për trit, tashmë bëhet kampion I botës. Yeah! Yes! Yes! People's champion! Jurgen, keni bërë një rrugë gjatë. Arritët deri këtu. Si gjeni sot? Rreth parë, duhet falenderoj nga zemra familjen time, Zotin lart në qiell, skuadrën time të mrekullueshme dhe fundit bëjmë nga rëndësia për klipun madhështor shqiptar që nga përcjell nga fillimi I karrierës time deri në sot. Është një ndjenjë jashtëzakonshme, jem I pari shqiptar që përfaqëson këtë ngjyra kaq të bukura për një titull botës. Në një intervistë para disa ditësh me një anglez, median anglezi o thotë që Albanians are fighters. Shqiptarët luftojnë. Sa do të vazhdoj kjo luftë për ju? Shqiptarët e kanë në ADN-n e tyre luftën. Janë që nga inspiruesi I gjithë shqiptarëve nga Gjergj Kastrioti, Skënderbeu që I bëri ballë gjithë atyre ushtrisë osmane e tjerë. Studa zgjas, po ky është vetëm një motivim për mua që të vazhdoj sa më lart edhe sky is the limit, so qielli është limiti, nuk kam limit. Ndjeni emocionuar sot? Apo liruat nga një peshë e rëndë, një tensionit, një ndeshje, se të kishit një kundërshtar shumë të fortë? Kur arrin këto nivele, normal nuk ka, asgjë nuk është e lehtë, asgjë nuk t'jepet falas. Po fal punës madhe, për kushtimit madh në skuadrën time të mrekullueshme, me Sepp Mora edhe Don Charles, cilët më kanë ndjek gjatë gjithë rrugtimit tim, ja doli. Për ta ditë edhe shqiptarët, si u fut Jurgen në rrugën e boksit? Në boks zakonisht futen ata që nuk kanë asgjë të humbur, njerëz të varfër. Kurse ju kishit një jetë mirë me një familje, mirë, shëndosh, edhe si familje, edhe financiarisht. Kështu që çu styru ju për të futur në rrugën e boksit? Them drejtën, bëhet thërë shumë kohë më përpara, 17 vjet më përpara, kam qenë një fëmijë I shëndetshëm edhe një farë profesori Gelsnica. Gelsnica? Është këtu sot Gelsi? Po, është. Profesori Gelsi më mori për thjesht arsyeja ishte thjesht për të bërë pak fit, për të dobësu pak, për të heq pak pesh. Pastaj ma thanë ishte personi që spikati talentin tek unë, edhe më njëherë shkoj tek prindërit e mi e thatë lutem mos e lini djalin që ta çoj të talentin por ndiqni. Dhe nga ajo ditë unë nuk jam ndar, nuk kam bërë as edhe një ditë pauzë. Kam humbur shumë evente, kam humbur shumë festa, shumë gjëra, kam lënë me njan, kam lënë vitet më të mira të jetës time me njan, dhe jam për kushtu sportit. Po falë Zotit, sot me është worth it, sepse jeni kampion bote. Një pyetje tjetër. Çfarë mendoni se është për ju ky titull dhe a do të ktheheni Shqipëni për të ardhur me këtë? Patjetër. Brezi që është brezi kampionit botës. Do të marrim fakt pauzë. Pushojmë pak, mas 12 rëndëve shumë t'jelëshme. Patjetër, jo sonte, nuk pas nisemi sonte. Do rikthehemi prap, do ulemi në skuadrën, do mendojmë se kush është hapi radhës, mbrojtja e këtij ose luftimi për këtë titull dhe një titull tjetër për të bërë kampion I dyfisht I botës, ta shohim se çfarë. Me këtë titull do vini ta sillni në Shqipëri? Patjetër. Me këtë brezin e kampionit botës? Ky titull I përket Shqipërisë edhe aty të qëndron. Pyetja fundit. Në të gjithë intervistat që I kam dëgjuar unë, po dhe kam diskutuar me njerëz që kanë dëgjuar intervistat tuaja, ju jeni një njerëz shumë humble. Dhe këtë treguat dhe tani që thoni që ky brez, që është sakrifica juaja, është puna juaj, vullneti juaj, mohimi I shumë pasioneve që ka rinia, ju prapë ja dedikoni Shqipërisë. Çka do Shqipëria për ju? Shqipëria më ka dhënë emrin shqiptar. Kampioni vërtet. Let's go! Kampioni vërtet.